Selam aleikum, a do të ketë çdo banor e xhenetit mbretërinë e vet? Wa aleikum salam. Po do ta ketë. Banori i fundit që do të hyjë në xhenet, pra prej besimtarëve që ka me dal prej xhenemit, i fundit që dal prej xhenemit, dhe i fundit që hyn në xhenet, do të ketë mbretërinë në disa transmetime sa 10 fish mbretëria kësaj bote. Një mbret i kësaj bote 10 fish. Ka dhe transmetime tjera, domthonë te sasia. Por neve themi i fundit që do të hyjë në xhenet, do të ketë më shumë se 10 mbretër të kësaj bote, pushtet, mbretëri, mirësi në xhenet. Normal, kur themi 10 fish, është vetëm me afru informacionin me diçka të perceptueshme për neve, edhe pse në botën tjetër ka atë që syri se ka pa, veshje se ka dëgju dhe imagjinata nuk e percepton. Prandaj kur themi 10 fish, është diçka pa imagjinueshme, por thjesht themi për me afru pak afër logjikës edhe me arrit me kuptu, përndryshe do të kesh diçka të pa imagjinueshme në botën tjetër. Allah na mundsoft me hyrje në xhenet të gjithëve. Amin.